Avioni me 3 pasagjerë rëzohet pranë shkollës së mesme në lindje të Torontos. Një aeroplan i vogël me 3 pasagjerë u rrëzua në Toronto të hënën në mbrëmje. Incidenti ndodhi në Institutin Kolegjal Monarch Park në jug të Danforth Avenue dhe sipas mediave që raportuan se asnjë nga pasagjerët nuk u lëndua. Zjarfikësit e Torontos thanë se forcat e shpëtimit në vendngjarje kishin uhatur aromë gazi dhe karburanti. Një sasi karburanti porrithte jashtë pas rrëzimit të mjetit, por zjarfikësit e neutralizuar në kohë. Sipas autoriteteve, avioni avioni vogël me 4 vende dyshohet se ka kaluar mbi pemë dhe ka rrëshqitur në një gardh rreth 15 metra larg një fushe ku njerëzit po luanin futboll.